mendoni që ka vërtet optimizëm për atë që presim nga Zvicra, apo si që ndodhin pas nënshkrimit të memorandumit, sulme, kërcënime, blokim Ormuzi, tentativë për të mos u ulur në tryezën e bisedimeve do të na shoqërojnë në 2 muajt në vijim? Por në fakt, njoftimet pozitive vinë kryesisht nga interesuarit që kërkojnë që armëpushimi që do të pasohet pastaj nga një paqe e qëndrueshme dhe e garantuar duhet të ndodhë sa më shpejt. Dhe këto janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ata e kanë njoftuar fillimisht, natyrisht e kanë njoftuar edhe ndërmjetësuesit që janë Pakistani dhe Katari, pra kryeministrat e të 2 vendeve. Nga ana tjetër dhe Irani nuk është se e ka mohuar, por Irani deri tani nuk ka dalë me ndonjë deklaratë zyrtare ku të konfirmoj dhe delegacioni i Iranit është larguar shumë shpejt, shumë herët në mëngjes sot për në kryeqytetin e vet nga Zvicra. Megjithatë, mendohet që përveç se nënshkrimit të memorandumit të mirëkuptimit, që është një marrëveshje kuadër midis palëve, palët tashmë kanë avancuar edhe në përcaktimin e disa instrumentave që do të çojnë përpara marrëveshjen, pra këtë marrëveshje kuadër, dhe do të shërbejnë edhe si ura komunikimit të drejtë për drejta midis tyre. Kështu për shembull, sepse problemet kryesore që janë trajtuar aty dhe që prekte edhe memorandumi i mirëkuptimit, i bazuar kryesisht në 14 pika, kanë të bëjnë me problemin e një paqe të qëndrueshme midis palëve në radh parë, pastaj një paqe të qëndrueshme në rajonin e lindjes së mesme, ka të bëjë me çështjen e lundrimit të lirë në ngushticën e Hormuzit, ka të bëjë me çështjen e çarmatimit ose më mirë të themi mospasjes së armatimit bërthamor nga ana e Iranit, dhe gjithashtu Izraeli duhet largohet nga Libani dhe ku këto duhet zhvillohen edhe një set tjetër bisedimesh për Libanin, përfshirë këtu dhe qeverinë e Libanit, mbase Irani do të kërkojë që të jetë edhe Hezbollahu i pranishëm. Pra, si shifet, marrëveshja e memorandumi i mirëkuptimit, marrëveshja kuadër, insiston tashmë në disa fusha kryesore që kanë të bëjnë me lundrimin e lirë në ngushticën e Hormuzit, ku furnizohet 1/5 ose 1/4 e gjithë trekut botëror me hidrokarbure, por edhe me produkte të tjera që transportohen nga vendet arabe për në tregjet e tyre, dhe pika tjetër e rëndësishme që është që Irani të mos ketë armatim bërthamor. Por për të gjitha këto janë ngritur 4 instrumenta kryesor që jo vetëm do të vendosin ura komunikimi midis palëve, por nga ana tjetër pra midis Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe Iranit, jo më gjithmonë nëpërmjet ndërmjetësuesve, por drejt për drejt midis tyre, dhe kjo është një arritje. Por edhe nga ana tjetër është edhe fakti që për çështjen e armatimit bërthamor, për çështjen e si thush paqes rajonale, për çështjen e Libanit, do ketë marrëveshje të posaçme, pastaj për të ardhur dhe disa çështje tjera të ngritura nga Irani, që janë heqja e sanksioneve ndaj Iranit dhe disbursimi i aseteve të ngrira. Për këto 2 të fundit